Sot është dita e Zotit, sot është përkujtimi i Zotit tonë. Sot jemi mbledhur që së bashku për të përkujtuar gjallën e Zotit tonë Jezu Krishti. Është një moment paskal, për të thotë që si shtatë folën për jeri për Episkopi Joan, Zoti e poshti vdekjen për mbrafitorin. Sot jemi mbledhur që së bashku për të dhuruar njëri tjetrit forcën, besimin, dashurinë që e karakterizon njeriu, sepse nëse nuk do kishim Zotin në gjallë, nuk do kishim fitoren e vdekjes. Por Zoti dha veten e tij në kryq, edhe atje në kryq ku ishte tha, fali o Zot, sepse nuk i çavaj. Andaj vëllezër motra, ne kishim të premten, gjithë së bashku ishim të përkujtuar dënimin, kërcitjen, kamshikun, torturat e Zotit Jezu Krishti. Sot avashavash do jemi gjithë së bashku për të kujtuar gjallën e Zotit Jezu Krishti. Është transformimi i qenies njerëzore. Nga peta e bashkës, njeriu ka kuptuar, qenia njerëzore ishte shumë e britë, por me ngjallën e Zotit na tregoi se ne nuk i kemi frikë vdekjes, ne kemi mbrojtur vdekjen. E themeli i kishës sonë, themeli i ortodoksisë, themeli i krishtimit është ne jemi me Zotin, edhe Zoti është me ne. Le të lutemi gjithë së bashku në këtë paskal, në këtë Pashkë, që Krishti të jetë bashkë me ne, edhe të na udhëzojë për mirë familjet tona, edhe për çdo jetë, edhe për çdo njeri që ka nevojë për Zotin. Të gjithë jemi me Zotin, të gjithë kemi nevojë për Zotin. Edhe lutemi për ato që nuk kishin mundësi të marrin pjesë në këtë liturgji të shenjtë. Betimin e Zotit.